Shoqëri Myrtollari, doktor përshëndetje, është vënë re një rritje e dukshme e dhunës së policisë në protesta, si edhe një retorike pa përmbajtur nga ana e pushtetit. Ndërkohë, ndërkombëtarët duken se po e trajtojnë situatën si një protestë normale, ndryshe nga më parë kur reagimet e tyre ishin më të forta, sidomos kundër dhunës ndaj opozitës, shpesh edhe nga diplomat në Tiranë. Si e shpjegoni këtë ndryshim të qasjes së ndërkombëtarëve dhe këtë irritim të shtuar të qeverisë? Pyetje shumë e drejtë. Shumë e drejtë. Miqtë e Shqipërisë, partnerët tanë, panë tek Edi Rama atë që se kanë parë kur pas luftës dytë botërore në Europë. Edhe pas rënjes perdes hekur. Një njeri që nga mëngjesi dark zotohej për Shqipërinë në BE në vitin 27, për Shqipërinë në BE në vitin 30, një njeri që sulmonte Shtetet e Bashkuara se hedhin bomba dhe ikin, hedhin bomba këtu dhe ikin, hedhin bomba aty dhe ikin, dhe Europa është paqja, është kultura e paqes, është kjo dhe ajo. Këta paprit mas pan se maska ra maska dhe doli fytyre një hajduti që se kishin parë kur në njëherë. Europa kishte parë hajdut sigurisht, por hajdut të cilët kishin pranuar ligjin, ishin nënshtruar ligjit dhe drejtësisë. Edi Rama është hajdut i parë të historinë e Europës pas luftës dhe pas rënjes perdes hekur për pjesën tjetër të Europës, që jo vetëm nuk shkarkon Lubi Ballukun për ka 3 muaj që e mbron, dhe pasi dështoj me grushën e shtetit, tani ai po bën ligjin buroj. Sigurisht që këte asnjë vend partner, asnjë vend i Bashkimit Evropian, asnjë vend i lirë, as Shtetet e Bashkuara të Amerikës, asnjë vend i lirë, nuk mund ta pranojë, nuk mund ta kapërdi, nuk mund ta imagjinoj. Ne kemi parë gjatë këtyre viteve se si Luani Apenineve, Silvio Berlusconi, italiani më i madh, i ndjekur nga një drejtësi politike, nuk refuzoi kurrë urdhrin e gjykatësit dhe të prokurorit. Ne pam se si presidenti Donald Trump, i gjetur para prokurorëve politik, nuk refuzoi kurrë urdhat e tyre. Ky është unik. Edi Rama është unik. Dhe natyrisht komuniteti ndërkombëtar tani pret nga shqiptarët. Nuk mundet, duhet ta kemi të qartë, asnjë qeveri dhe asnjë vend nuk mund të përzoj kryeministër Shqipërisë me forcat e tij, me forcat e vet, me forcat e tyre. U përket shqiptarëve, dhe kjo është shkaku i mbështetjes tyre për opozitën, për veprimet e opozitës shqiptare dhe opozitën shqiptare. Unë ja u thash, i kam ndjekur, nuk kam pa kurrë emisione 3 herë më të gjata se të televizionet kontrolluar nga Edi Rama shqiptare, për protestat dhe komentatorët më seriozë, duke bërë vlerësimin maksimal këtyre protestave.
po mbrojmë nderin dhe dinjitetin e këtij vendi me këto proteste, me këto kryengritje. Ndaj dhe nuk ka diskutim se miqtë tanë, njerëz të lirë, mbështesin fuqishëm kryengritjen tonë dhe presin nga ne ta hedhim në lan këte kryetar, këte kapot organizatës më të rrezikshme kriminale në Europë, që është sot qeveria shqiptare, e cila bën ligjin mburoj për të vjedhur qytetarët e saj, bën ligjin për të shtruar vjedhjen në ligj, bën ligjin për të dekriminalizuar vjedhjen e qeveritarëve, vjedhjen e qytetarëve nga qeveritarët. Pra jemi në situatën më të jashtëzakonshme dhe unë kam besim, prandaj ne me këtë mesazh duhet ulemi të bisedojmë me çdo shqiptar, t'ja shkurtojmë ditët 1 minutë më parë Edi Rams.